Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Të paktën një politikan nga e djatha shqiptare, shumica e shqiptarëve duhet të kërkojnë të falur. Në të gjitha daljet e tij, të paktën në 4 vitet e fundit, ai nuk ka mbajtur pozicion pro Sali Berishës, pro Lulzim Bashës apo pro ndonjë drejtuesi lideri tjetër të Partisë Demokratike, por nëpërmjet akteve publike, promemorieve dhe propozimeve publike që i ka bërë, ka menduar që të ndryshonte atë që kërkohet sot në Partinë Demokratike për riformatimin e saj. Shumë nuk e vënë veshin, disa e shpërfillën, të tjerë gjetën justifikime të tipike alla shqiptare. Fatbardh Kadilli është ai që ishte. Unë kam kënaqësinë që për zhvillimet politike post-zgjedhore të zhvilloj një intervistë në fakt ndoshta mbas 3 viteve e më shumë, dhe për t'i thënë edhe njërë këto që unë i thash në hyrjet e emisionit. Fatbardh Kadilli, faleminderit që në emisionin tim. Shumë faleminderit për ftesën e dashur. Dhe faleminderit edhe për mbledhjen, jo se e marr si kompliment, po për kujtesën që duhet të thënë. Ajo është një kujtesë, nuk është vlerësim, se është fakt, nuk është opinion. Shpeshherë njerëzit ose duan të harrojnë ose realisht harrojnë të kapur në të kurthin e të përditshmes. Kështu që është mirë që ja kujtojmë gjërat njerëzve. Unë do të pyes për shumë gjëra, po më trego pak nga vjen se më shumë je njeriu që kanë folur me Skype, se edhe Skype ka ikur tani, me video call, po themi, je njeriu që kam komunikuar më shumë se çdo kënd tjetër. Ke qenë në Kenya? Po, kam qenë në Kenya për goxha muaj. Në Kenya. Në Afrikë, do e kupton sa e burga. Në fakt, bashkëshortja ime, Etleva, ka punuar gjithmonë me UNICEF-in, me Kombet e Bashkuara, dhe për këtë arsye ka jetuar në vende të ndryshme të Afrikës, pastaj ishte në Danimark për një periudhë gjatë. Në Kenya, në Nairobi? Në Nairobi. Në kryeqytetin e Kenyas? Dhe tashmë është drejtore rajonale për Afrikën lindore dhe jugore për UNICEF-in. Pra, është një pa modesti, duhet ta theksoj dhe ta lavdroj, jo se është bashkëshortja ime, po është shqiptari me nivelin më të lartë në të gjithë ngrehinën e Kombeve të Bashkuara. Bravo që e bën këtë vlerësim, po edhe si informacion. Po sa qëndrove ti në Kenya? Periudha fundit ishte 10 muaj. 10 muaj? Po, një vit më parë. Rije 10 muaj në Kenya? Në Kenya rrihet edhe më gjatë, dhe madje edhe më bukur. Më bukur, ë? Është një vend i mrekullueshëm, për të vërtetën. Natyra aty është. Sa herë pe tigrin luanin te parku natyrale, jo kështu në Kafaz, në Kafaz kemi edhe këtu në Tiranë. E para, kur i bëhet provë atyre që kanë qenë në Afrikë dhe thonë kanë bërë safari, pra kanë udhëtuar në përpyje për të parë kafshët, nëse gënjejnë apo thonë të vërtetën, thonë e pe tigrin, dhe ai që thotë po e pash, ka gënjur se në Afrikë nuk ka tigër. Tigri është në Azi dhe në Indi kryesisht. Jo, luanin. Jo. Edhe ky si informacion. Shumë e bukur. Më ka ndodhur që e kam ndeshur si test të bërë. Ata i thonë tigri, e pe tigrin po e pash. Po tha e pash, do të thotë po gënjen s'ka bërë safari. Ndërkohë, po luani jo, mos më thënë luani. Jo, luanët. Luani si shtëpisë atje. Është ndarë, është si këto superfuqit. Njëri ri në Azi, njëri ri në Afrikë. Do tigri është vetëm në Azi. Në Azi. Do të shkon deri në Siberi, që është ai tigri i Borës, tigri i madh, po. Po dhe aty në Kenya është vetëm luani. Ti e ke parë luanin? Shumë herë. Jo, po tigrin e ke parë në shumë herë. Pyet në një politikan që thotë kanë bërë safari, pyet edhe për tigrin. Se që ka shumë burr, do t'i kthem edhe një herë kësaj se më rrëshqiti komplet tema e emisionit. Po do të thonë e ke parë luan sa afër? Më afër se jemi bashkë. Si më, ai çfarë ta bërë me dorë? Nuk ka kuriozitet. E para ne nuk hym në zinxhirin ushqimor të luanit, se jemi me kocka, i thënë dhëmbët. Luani është efektiv. Edhe kur i sheh ato antilopat i vrapojnë, nuk shkon të marrë më të madhen. Edhe pse ka më shumë mish, se nuk shkon të mundet të bëj mundje, shkon të haj. Dhe zgjedh më të voglën. Dhe prandaj ka pa të njohur. Po, më të dobtën, se njeriu nuk e sulmon? Nuk e sulmon, e sulmon vetëm kur e percepton si rrezik. Edhe e vret, nuk e ha. Thjesht e vret, e neutralizon. Këtë e bën dhe bulli, që nuk është mish ngrënës. Më ka rastisur të kthyen në tjetër temë komplet. Duke vizituar emisionin fare. Duke vizituar këto fshatrat ku jetojnë Masai, këto blektorët, barind, po themi, tradicional të Afrikës, dhe fëmijët aty shkonin në këmbë. Ata jetojnë me kasolle, fshati shpërngulet çdo 2-3 vjet, si çobenët e vjetër edhe në Ballkan. Dhe
I thashun, po sa larg është shkolla? Po rreth 5 kilometra. Po si çoni, shkojnë vetë. Thashun, po nuk ka frikë. Xhungël. Ka rrezik, po këta janë mësuar të sillen, tha, edhe kur e shohin Luanin përpara. Po nuk është frikë Luani, tha, Luani vret më pak se bulli. Thashun, bulli është bar ngrënës, pun ka bulli. Jo, tha, vret nga frika. Dhe bulli të shtyp të vret, edhe ikën. Në njërë të vrasin edhe pa tashur të hanë. Jo, unë e dija se ishe specialist në politik, po specialist në botën e Afrikës. Në botën e kafshëve të Afrikës, do të pyes, nga fundi do të pyes, po vim te kjo tema jemi me këmbë në tokë në Shqipëri. Unë e thashë në fillim të emisionit, zoti Kadilli, ju keni qenë shumë aktiv, por me disa parime që po thuaj se ke qenë vetëm. Jo po thuaj se po ke qenë i vetëm, ke qenë Robinson Crusoe në Partinë Demokratike. Tani, 4 mandate në opozit, që është shumë e rëndë. Se këta thonë 4 mandate Partia Socialiste, pushtetë, si do ta bëhet, po mua më duket më rëndë Partia Demokratike 4 mandate në opozit. A ke ndonjëri kështu që ka thënë që, si që thashun, ti ishe drejt, jemi me ty, do shta mund të bëjmë... Ka shumë që thonë, ma beso, ka shumë. Po jo, atë bashkohen në aksionet të politik, pa? Përveç se ka shumë që e pranojnë, e thonë, e kanë thënë dhe gjatë kohës që këto procese ndodhin në PD, ka dhe shumë që thonë çfarë do bësh. Unë nuk është se s'dua që të bëj apo të marr aksionin, leadershipin për diçka. Po? Problemi është që nuk bëhet se dua unë. Ata që e thonë, që e konfirmojnë në bisedë, ndoshta edhe publikisht, njerëz të thjesht, njerëz të angazhuar, ndoshta edhe politikan, ata duhet marrin një vendim për veten e tyre, jo se unë kam të drejtë, por sepse duhet bërë një ndryshim. Dhe ndryshimi nuk vjen si rezultati i vullnetit individual të Kadillit apo kujdoi tjetër. Se për fat keq ne kemi mësuar që në histori që Partinë Komuniste e themeloi Enver Hoxha, ndërkohë që bishti kavallit mes komunistëve të viteve 20-30, Partinë Demokratike e krijoi Sali Berisha, ndërkohë që një nga në atë mozaikun shumë ngjyrë shumë të bukur të përdës në fillim, të lëvizjes demokratike, Berisha që e njëri nga ata. Ishte mi zoti, ja u mori partinë dhe e bëri të vetën, kjo është histori tjetër, por nuk e themeloi. Ishim ne që e thritëm Berishën, ishim ne që e thritëm Pashkën pas, ishim ne që e thritëm elitën që kishte një zë më shumë për të ecur. Kjo është ajo që unë pres nga opozitarët sot. Ata që janë dakord me, jo me Kadillin, po me faktin, duhet lëvizin, të vendosin të lëvizin vetë. Dhe vetëm atëherë bëhet, le të themi, një mas kritike. Lëvizin atëherë deputetët? Po s'po flas për ta. Ata si? Si do bëhet tani? Tani ja, domethënë ne të dy bashkë ram në një mendim që shiko, ajo që ndodhi tani, iku. Dhe ti kishe drejt, po punë e madhe, po ta marrim. E ka përcem. Punë e madhe se kishe drejt. Tani në këtë situatë tani ç'do bëhet? Atëherë kjo është thirrja ime se cili prej atyre, përfshirë deputetët. Thirrja jote, po nuk se shkohen këta. Do ta bëj patjetër. Do ta bësh. Po, dhe cila është thirrja juaj? Thirrja ime është se cili prej tyre ka ardhur momenti të marrë një vendim të fortë. Të ndahemi nga e shkuara dhe të projektojmë një opozitë të re, që mund të jetë brenda PD-s, duke hapur më shumë PD-n, duke krijuar një lëvizje përbashkuese opozitare. Nga kush e pret? Ata që kanë kurajo, kanë këllqe, e thënë shqip, të marrin një vendim me kokën e tyre. Kush do qofshin ta? Deputet, grup parlamentar, jashtë partisë, brenda partisë. Do ndodh si preshikon? A do ndodh, është goxha e vështirë, por shoh gjithnjë më tepër njerëz që e kërkojnë. E kërkojnë gjithmonë me për fat keq si një shërbim paternalist. Pra, duhet dali dikush ta bëj. A ka tani po them te grupi parlamentar ose jashtë institucionit të grupit, më duket të dobët politikisht. Patjetër që është dobët. Ka në grup parlamentar të ajo 50-qa njerëz që do ta bëjnë këtë, do ta shikojnë radh para Sali Berishën në sy. Dhe radh dytë dhe mbështetësit e afërt të tij, se ai nuk është vetëm, nëse unë madje dje i bëra një pyetje, ore, dakord, Saliu, një kolege bëra pyetje. Ore, dakord, ai është përgjegjës. Ore, po pse vetëm ai është përgjegjës, se Saliu, po ata drejtues të qarqeve, ata bashkëpunëtorët e ngushtë nuk janë përgjegjës ata? Më kujtove diçka shumë bukur, duke ardhur këtu, dhe e kisha në ta thosha dhe me masollet ti tani, takova një nga regjisorët më të mirë që ka pasur teatri shqiptar, Erben Kumbaro. Kam një njohje të vjetër në to dhe biseduam, thash çfarë projekte ke për realizuar në teatr, dhe më tha që jam duke punuar në një pjesë e shkruar nga një hebre, Gjyqi i Nurembergut.
Sa e bukur. Dhe tha, temën e kam, tha, sepse shoqëria shqiptare, pa e përmbledh unë, ai tha shumë më bukur, shumë më gjatë, ka nevojë të kujtojë që fajtorët nuk ishin vetëm Hitleri, nuk ishin vetëm shefat. Po ishe Goebbels. Ishin të gjithë bashkë. Ishin të gjithë dhe u dënuan edhe ata që thoshin ne kemi respektuar ligjin, pra kemi qenë luajal me partinë. Dhe kjo është një temë tha që unë dua ta shtjelloj dhe ta shpjegoj. Dhe Gjerasin ta falenderoj publikisht dhe ta promovojmë, sepse për fat keq një nga gjërat që më ka goditur më tepër kur jam kthyer është që shumica e njerëzve, nuk po flas për gazetarin e politikës dhe politikanin, po dhe njerëz të tjerë që se kanë profesion politikën, aktivist, njerëz me zë, shpenzojnë shumë më tepër kohë duke folur për politikën dhe për duke shtruar të njëjtën pyetje që ka të njëjtën përgjigje dhe harrojnë që janë artistë, mund të bëjnë teatr, rroba qeps, mund të qepin kostume më të bukura, të bëjnë diçka të tyre. Sepse kjo ushqen dhe pasuron shoqërinë shumë më tepër se sa përfshirjen në politikë e atyre që nuk e kanë motiv të jetës, nuk e kanë projekt të jetës. Politikën e pasuron më tepër kur bën diçka të tënden dhe pastaj vjen në politikë. Je gazetari i politikës, por ke bërë disa libra që nuk janë të politikës. Dhe kjo është vlerë e shtuar më shumë për mua, do mbahen mend ato se sa intervistat me mua dhe me ca si unë. Nuk është se dua të ul dhe ta zvogloj rëndësinë e kësaj që bëjmë, po të theksoj shumë më tepër se nuk e thot njëri rëndësinë e asaj që të bën jashtë kësaj studio. Kjo është vlerë që i mungon këtij vendi. Zoti Kadilli, ju keni pasur disa miq, edhe politik, por edhe miq social, miq të brezit tuaj ose që keni ndar plot sfida. Fjala vjen zoti Bozdo, Arbinistani, po edhe të tjerë. A ka ndonjë nga ata që të mbështet? Ju përmendët dy emra, po janë më shumë. Jo, më përmenda dy. Po, jo shumë drejt. Mes tyre, me ta, shpesher kam dhe debate, dhe unë e vlerësoj debatin, sepse besoj se mësoj, edhe kur dëgjoj diçka që është kundër meje, zgjedhjet kanë qenë të ndryshme. Mendimet nuk kanë qenë aq të ndryshme, po zgjedhjet, vendimet personale kanë qenë të ndryshme. Dikush pretendoi që politika është karrierë dhe ndoqi karrierën, unë nuk ndoqa karrierën. Unë ndoqa politikën. Sepse shumë njerëz mendojnë që duke pasur një funksion, pastaj do bëjnë politikë. Unë them që politika bëhet duke edhe kur nuk e ke funksionin. Funksioni të ndihmon. Ti je deputet, është më e zëshëm, se del në parlament. Por po ti krahasojmë edhe këta dy zotëri, po edhe miqtë mi, po edhe shumë të tjerë që thash, që nuk kemi pse i përmendim një për një, kanë prodhuar shumë më pak argument të shumëzuar me njëri tjetrin se sa unë vetë, që nuk kam asnjë funksion. Formalisht jam antar i Këshillit Kombëtar, po ajo ka humbur. Janë antar i Këshillit Kombëtar. Formalisht. Unë të prezantoj ish deputet i Partisë Demokratike, Fatbardh Kadilli. Po unë nuk kam shkuar më sepse e ka humbur kuptimin. Institucioni që në Këshillit Kombëtar i kësaj partie, ëh? Po. Jo asaj të bashës që në mënyrë me thënë vërtetën jo fort korrekte, unë kam qenë në të dy këshillat kombëtare sepse të dy në momentet që bënin këshillat kishin nevojë të kishin. Unë nuk e di si ka shkuar puna me votimet, se s'kam qenë në momente votime. Do t'i ke vajtur të dy. Po se unë vajta, nëse u kujtohet, kam vajtur dhe në 11 dhjetor në kuvendin që u bë në stadium dhe një javë më mbrapa në 18. Ky shkelje statutore? Jo, unë vajta sepse mblidheshin demokrat. Nuk jam unë i zoti për ta ndarë a ishte statutor ai stadiumit apo ishte statutor ai mekanike. Se na kalon të ajo e bashës, ai 1500 vota mori dhe e qau me lot karrierën politike. Është fundi tipik i dikujt që s'kuptoi kur që politika është një profesion dhe është një pasion. Nuk është një ofiq që ta japin. Është eksakt ajo që pyete për dy kolegë të tjerë. Ka shumë njerëz që i mori Berisha apo i merr Rama, i bën ministër. Dhe këta nga i momentet din veten që janë politikanë. Po nuk kanë shkruar një artikull, nuk kanë dhënë një mendim politik. Nuk ju kanë ngelur asnjë gjurmë përveç faktit që kanë qenë politikanë. Dhe këta e bëjnë qëllimisht, si Berisha, si Rama. Se ju jeni detyruar të drejtoheni si zoti ministër apo ish ministër. Po sigurisht. Dhe është institucioni që flet. Ndërkohë personin nuk e dëgjoni t'ju thotë në një gjë me vlerë. As në bisedë në kafe, jo në ekran. Tani, po e them konkretisht, Eno Bozdo, një politikan me vlerë, unë futem të ata që e kam vlerësuar, por ai realisht humbi thellë, humbi në këto zgjedhje si drejtues qarku. Tani, çfarë pozicioni do mbajë Eno Bozdo, sepse ai ishte politikan që parasisht një pjesë që qëndroi në Bashkinë e Tiranës, po gjithmonë ka qëndruar i bie në opozitë. Tani,
Çfarë të ardhme kanë thjesht se është deputet? Unë këtë s'kuptoj. Edhe unë nuk e kam kuptuar, sinqerisht nuk e kam kuptuar kur kanë bërë këtë zgjedhje. I kam pyetur sinqerisht miqtë e mi, kam thënë ku do t'jeni? Nëse doni të jeni deputet, kjo është një gjë e thjeshtë. Edhe unë kisha mundësinë ta bëja. Nuk zgjodha të jem deputet. Dhe ka dhe për mua kishte një krizë fort morale se e thatë shumë bukur. Është deputet, po është i opozitës. Dhe do mbetet i opozitës sa herë të vazhdojmë me këtë qerre. Dhe një opozitë që s'ka fare ndikim, se me 50, se i 83 as i duhet fare. Ky është problemi. Në qoftë se në këto humbje të mëdha unë gëzoj se fitoj mandatin tim, ky është problem i rënd moral përballë demokratëve. Humbja nuk erdhi nga Bozdo apo Ristani apo tjetri. Humbja vjen nga zgjedhja që ata kanë bërë. Zgjedhja të ndjekësh një projekt që e di shumë mirë që nuk fiton. Që është humbës. Që është humbës. Thjesht mbase nuk di sa thellë apo më shumë apo më pak deputet diferencë do të ketë, po që e di që shumë është. Secili prej tyre, edhe miq tjerë të mi që janë në parlament, e kanë ditur. Madje pjesë të tyre thonë po bëjmë taktik. Po çfarë taktik? Taktizojnë, presin që kur të mos jetë Berisha, këta të kenë një zë, të kenë një funksion dhe të mund të bëjnë ndryshime atje. Të jenë të bindur. Si kur të mos jetë Berisha, se kuptova këtë. Kur Berisha mos jetë më kryetar partie. Fizikisht mos ketë. Ka thënë unë jam misionar, po siki. Ti kur do t'iki? Misioni mbaron nga Zoti, thotë ai. A ju thoni mund mos ketë më mundësi fizike, ti je pa mundur fizikisht të ndjek partinë. Dhe atëherë ata mendojnë, po, kret gabim. Që Përse dhe jo morale edhe në këtë rast. Se në qoftë se ti e ndjek Berishën duke menduar kur do t'i iki ky, kur do ta heqim qafe. S'është morale. S'është morale. S'është morale. Është më mirë ti thuash siç i them unë, zotëri ik, sepse na vret të ardhmen, nuk na jep mundësi të krijojmë një parti të re. Se ka një problem shumë madh tjetër moral. E di si thonë një pjesë e madhe, jo, Bozo, Ristani, këta janë tjetër kategori, të thonë, po Berisha ka vota. Pa ta i bisedë të gjatë me dikë, që nuk fitoi, po ishte në garë. Jo, kjo është vërtet që kështu e thonë. Ka vota, thonë. Po mi dhe Edi Rama ka vota. Të shkojmë bëjmë me Edi Ramën? Jo, ka vota, pa ka votat mjaftueshëm për të mundur Edi Ramën. Po, andaj pra. Pigu. Pra, përgjigje dhe thonë edhe një gjë tjetër, pse merresh me opozitën? Po me këtë merrem. Pushteti është gjendja. Pushteti është gjendja që ne kemi. Dhe shohim kjo që nga fotografia sotme. Opozita është ndryshimi. Kur kthen opozitën si gjendje, se ka vota, atëherë i ke kthyer gjendje dhe pushtetin që është dhe opozitën dhe ke krijuar atë që këta me drejt pretendojnë ta quajnë regjim, nuk është termi regjim, ai do ta kualifikonte, po është regjim tango. Njëri kontrollon pushtetin, njëri kontrollon opozitën. Regjim tango. Po. Në tango duhen dy. Ky është problemi i madh. Dhe këto gjëra janë të thjeshta për t'u parë dhe për t'u e vërteta bërtet në këtë rast. Mund të themi çfarë duam, po është aty. E kam bërë pyetje për disa, jo për të gjithë. Si ka mundësi zoti Kadilli se ju keni arsyet e tua dhe bindjet tuaj që mbështesit djathën, edhe kur s'keni qenë politik. Keni mbështetur djathën edhe kur s'keni qenë politik. Si ka mundësi që djatha funksionon kështu në Shqipëri? Mua, a jeni dakord që mund ta trajtojmë të djathën sot si në vitin 44-45, sigurisht në rrethana të tjera, që e braktisur, do të thënë ti kur të larguar, po një pjesë këtu dhe në 44-45 u fut në burg dhe psoi atë që psoi, ndërsa tani rri thjesht në opozitë ka 4 mandat. Këtu ka një të vërtet historike që askush nuk duhet i fshifet, por përkundërzi duhet ta analizoj, siç e bët pyetjen me shumë drejt, do të themi çfarë ndodhi. Nëse flasim për të djathtë historike në Shqipëri, ajo ka mbaruar në 44-ën dhe djathta sotme nuk është një djathtë. Sepse nuk mund të jetë djathtë. Nuk është djathtë? Nuk është djathtë në brendinë e saj. Në kuptimin po ju kur ju doktrinar, atashuat PD thoshit që është djathtë. Kam besuar që natyrisht në spektrin politik më afër të djathtës tenton PD-ja, por nuk është një djathtë në klasimin e mirëfillt të fjalës. Sepse ka mbartur sëmundjet që i mori gjatë kohës komunizmit dhe përkundrazi, nëse pala tjetër tenton të çmarkohet nga sëmundjet e komunizmit, të pi ilaçe të shërohet, pala jon për fat keq bëhet më bolshevike. Nuk ka të djathtë që adhuron liderin. E djathtë adhuron Zotin, jo individin. Nuk ka të djathtë që adhuron liderin. Jo. Nuk adhuron të kush Mitat Frashërin, Vasil Andonin e personalitetet tjera. Por, për fat keq, tek PD-ja adhurohet Berisha. Më tregoj, ngjarje shumë vërtet nuk po them emrin. Një vëzhgues i Partisë Demokratike në këto zgjedhje. Po, fillon numërimi në Kashar, ai vajti nga Tirana si vëzhgues, po shihte. Rezultati
shkatrimtar. Një ngjitur me të vëzhgues, po që ky nuk e njihte, u njohën atje. I thotë si ka mundësi. Dhe ky i sheti thotë, po me këtë kryetari që kemi ne, mirë dhe kaq. Ikën nga këtu, shkon te shkolla Hoxha Tasin, të nesërmen, vjen koordinatori, se ishte mbaruar punë Kashari, vjen koordinatori dhe i thotë, si po del rezultati, okej, që andej këtej. Dhe njëri nga ta thotë, ore, po ti të shkej që e shanë Berishën. Po mi tha, mund të them që kam qef të ashaj, tha. Ore, ka mundësi njëriu të ketë qef në këtë parti? I mbushet mendja që Berisha nuk bën. Shkoja burrë që doktorin. Ma ka treguar dje, duke pirë kafe. Vëzhgus, njëri me personalitet. Ti ke qenë ndonjëherë berishist? Asnjëherë. As ditën e parë. Më ndante kultura. Është model krejt tjetër, prandaj sa ai nuk është i djathti. Deputet Berisha të bëri. Më bëri se kishte një simpati për mua apo kishte nevojë për mua. Se edhe kjo është një mendësi që përdoret në PD. Berisha të bëri këshilltar. Po unë para se të shkoja ke Berisha kam qenë në intervistat tuaja si përfaqësues i shoqërisë civile. Po, ke qenë një nga për 4 vjet i dedikuar në aksionin antikorrupsion. Pse mori Berisha? Kisha nevojë unë për Berishën? Natyrisht dy kishim nevojë për njëri tjetrin. Ai kishte një instrument të madh politik që është Partia Demokratike, në cilën unë isha antar. Isha edhe në këshill kombëtar madje. Te gjatë kohës që ishit kam qenë në shoqërinë civile ju. Po kam qenë kandidat për këshill kombëtar disa herë, që nga viti 90. Pas kam mbajtur të fshet këtë. Jo, ka qenë pas si ishte një gjë publike dhe unë institucionet që nuk prodhojnë i zeroj, nuk i vlerësoj më. Dhe ky moment politik ishte se Berisha kishte nevojë për të dalë me një slogan politik. Ndershmëria e Berishës ishte një mit i madh përballë korrupsionit të nanos dhe qeverisë së tij. Dhe prandaj kishte nevojë për një emër si unë. Dhe unë kisha nevojë për instrumentin Parti Demokratike për ato që ishin kauzat e mia antikorrupsioni. Nuk është se Berisha po shifte rrugës dhe tha, ky djali duhet vi. Se i pëlqeva unë. Jam i bindur që nuk më ka pëlqyer kur. Më ka respektuar, i heq kapelen. E kam respektuar me të njëjtën mënyrë. Për ato punë të mira që janë bërë prej tij dhe prej Partisë Demokratike dhe prej qeverisë së tij. Po kjo nuk më bën të jem berishist. Kur s'kam duruar dot presionin e kultit Enver Hoxha, si mund të duroja në liri kultin e dikujt tjetër? Kush do i qoftë ky? Ne kjo liri na mungon, prandaj nuk bëhemi dot të djathtë klasik, të pastër në Partinë Demokratike. Ke shpresa që mund ndryshojë diçka në Partinë Demokratike? Po shpresa vdes e fundit, thonë, dhe unë nuk dua ta abuzoj këtë term. Sidomos kur vjen nga Kenia një herë mund të kesh ndryshime në këtë drejtim. Jo, nuk besoj që do ketë një zhvillim të afërt. Ju më pyetët pak më parë dhe u shmang përgjigja gabimisht nga unë. A do lëvizin njerëzit, a do ndodhi diçka? Ka 3 vektorë që mund të vënë në lëvizje politikën, aty ku është baza më e madhe e Partia Demokratike. Kush është faktor? Është Berisha vet, janë forumet, kryesi dhe grup parlamentar, është dhe baza e partisë. Berisha thotë jam emision, nuk do të lëviz. Forumet i ka prodhuar Berisha dhe ata e kanë ulur kokën, janë përulur para Berishës, pavarësisht se çfarë thonë në NZ, pavarësisht se çfarë bisedojnë me mua apo me ju personalisht, dhe faktori apo vektori i tretë është baza antarësia e partisë. Një pjesë ka ikur tashmë. Edhe pas zgjedhjeve? Pa edhe para zgjedhjeve, se rezultati tregojnë. Edhe pas zgjedhjeve ka ikur dhe do të vazhdojë të ikë. Shtuar. Do të duke thënë që informacionet që ke, baza mbas zgjedhjeve, mbas këtij rezultati ka praktikisht PD. Patjetër. Unë nuk mund ta kuantifikoj, të them kanë ikur 5% apo 15%, por rrudhja e Partisë Demokratike në bazë do të vazhdojë për 2 motive. Një motiv të ndershëm, njerëz që edhe pse e kuptonin që projekti nuk funksiononte, thoshin jo, ne du ta bëjmë detyrën tonë, pra me vetë mohim t'i shërbenin kauzës, po dhe ata që janë me motiv amoral. Ata që rinë ke partia se duan të bëhen drejtor, dhe këta janë më të poshtrit. Bukur kjo. Do të thonë, te partia rinë disa që duan të bëhen drejtor. Këta do ikin të parët. Sepse ata që kanë ambicie. Po jo, s'do ligje. S'do ligje dhe e din që për 4 vjet s'ka gjë. Dhe nëse doni ta dini, di pse e hedh Berisha atë qeverinë teknike? Që të mos ikin këta. Se këta thonë, po mbase bëhet qeveria teknike. Kapim në gjë. Mbase bëhem drejtor, shef zyre, punojnë në dogan, punojnë në tatime, në polici, çan ato të ndërtimores. Prandaj hedh.
Çfarë mundësi e ka të bësh qeveri teknike kur ajo qeveria është e gjitha e parlamenti është i gjithë i Edi Ramës. E bën me Edi Rama një qeveri teknike, e bën me teknik, po pa PD-n. Po jo, pse ta bëj qeveri teknike ai, ka qeveri politike të vetën, nuk ka që Si duhesh fare. po. Por gënjeshtra që do arrim të bëjmë qeveri teknike është për të mbajtur Po revolucioni. Po revolucioni është për popullin, se populli nuk e besonte që mund të kthehet me PD-n në pushtet. Atyre i thuhet do bëhet revolucion. Miti është, Rama nuk rrezohet me votë, po me çfarë? Me revolucion. Nuk e themi, me revolucion. Do dalim në protestë. Dhe protestat janë si ftesë dasme. Martohet Kadilli në datën kaq, në orën kaq në filan restorant. Jeni ftuar çift apo tek apo me presim dhe dhuratën. E njëjta gjë, në orën kaq, në bulevard, në datën kaq, por ashi merrni edhe çadrat, mund të ishte në Molotova, në një fishek zjarr, edhe të shkojmë atje. Kjo nuk është protestë. Protesta është genuine. Nga 3 vektorët, zoti Kadilli, Berisha dhe Forumi të përjashton, në bazë mund të ndodhë diçka? Besoj që aty është shpresa e vetme që ekziston jo për Kadillin, po për çdo opozitar. Si në bazë, si, ku? Në degët e Partisë Demokratike ka njerëz jo vetëm që presin të bëhen drejtor, ka njerëz që mund të jenë shumë mirë dhe nuk janë bërë kurrë drejtor. Këta janë shumë idealiste, shumë ideale, është konkrete. Kjo ka nevojë vetëm për, si thua, për ta përshpejtuar, për të dhënë atë që quhet në fizikë nxitimi. Po ti kupton që ka në lëvizje në bazë? Sot nuk ka, po unë besoj që aty do të lindë. Sot nuk ka, po aty do të lindë. Ti do inicosh në një lëvizje në bazë? Unë do inicioj lëvizje vetëm nëse nuk ndodh ajo që ju thatë pak më parë, që ti jam unë vetëm që e bëj këtë punë. Jo se nuk kam dëshirë ta bëj. Çdo njeri nga ne që del në jetën publike ka një moment deliri. Por mua nuk më ka dominuar kur deliri. E di sa shtrihen këmbët. Edhe kur kam dalë përballë. Thash ata një pjesë aty duhet të kërkojnë të falur aty. Do ishte mirë ta bënin para vetes tyre, para pasqyrës, ose ne gabuam. Çfarë duhet të bëjmë? Se kemi tani një lodër në dorë që është mandati i deputetit. Për çfarë duam? Ta zbërthejmë vetë, ta mbërthejmë vetë, apo ta përdorim për... Nga kush e pret që të ndodhë kjo lëvizje në bazë? Ti thuaj që unë do i penjohem, thatë, në qoftë se do ketë njerëz. Nga kush? Unë do ta testoj gatishmërinë e bazës për treguar, patjetër. Dhe do nisësh një aksion politik? Në qoftë se ka gatishmëri. Më pyetën para ca ditësh që dal kandidat përballë Bashës, a do dilje kandidat përballë Berishës? Përgjigjja ishte, kur Berisha bën zgjedhje për veten e tij, është si thua të garosh me mbretin në oborin e mbretit. Atëherë je gastori i mbretit, ai që mban me humor oborin. Dhe këtë nuk e bëj. As nuk e bëra. Dhe pata ftesa konkrete për ty ndoj. Dhe nuk e bëj përsëri. Ama nuk i shmangem asnjë lloj gare, në qoftë se këtë nuk e kërkoj unë, po e kërkoj njerëzit. Dhe këtë nuk e them si slogan politik. Në qoftë se njerëzit kanë nevojë, dhe thonë, na duhet dikush, eja hyr, po hyr, nuk i trembe as sigare. Asnjë lloj sfide ballë për ballë, qoftë me Berishën, qoftë me këdo. Por unë dua të di, e duan ta të bazës, ky është testi. Duan ta ndryshojnë partinë, apo duan të vazhdojnë akoma, jemi mirë. Se ende e gjenen verist. Ndërkohë që është tashmë botërisht e pranuar dhe nga ata vetë që veri ka vrarë, ka prerë, ka bërzullume. Po janë në verist. Ka akoma hitlerian. Po si mos këtë Berishis, në demokraci kanë jetuar. Kanë pasur suksesin e jetës tyre, ju kanë ndryshuar jetë, kanë ikur nga një vend, kanë ardhur në një vend tjetër. Jo, okay, po kauza tani në Partinë Demokratike është vendosur, është ajo e tjetërsimit dhe vjedhjes së votës. Tani, si e shikon këtë moment, sepse nga mëngjesi darkë dhe për hir të vërtetës, këtë e ka marrë vetëm zoti Berisha, nuk flet njëri tjetër nga Partia Demokratike. Po në Partinë Demokratike flet vetëm zoti Berisha dhe askush tjetër. Jo flas për tjetërsimin e votës, se është vendosur. Ky diskutim që bën tani duket si UFO. E din. Super UFO. E din se ata kanë qenë atje, po nuk kuptojnë pse e bën Berisha. Dhe ju vjen edhe atyre një çik zor të dalin të thonë çfarë atë që s'është e vërtet. Në radh parë kanë humbur dhe thellë, po brenda humbjes patjetër ka dhe zullume. Se zullumqar janë ata që janë në komisione, nga të dy palët. Dhe ky është një nga dëmet më të mëdha që kemi ne sot në sistemin ton politik. Kalbëzimi i sistemit ton politik, një nga treguesit kryesor dhe një nga shkaktarët kryesor ka sistemin tonë të zgjedhjeve. Sistemi ynë i zgjedhjeve është i tillë që Se pranoj po të. Jo, nuk e kam për formulën e zgjedhjeve. Po dhe është autore këtij sistemi, që në thënjishin. Sistemi jo formula proporcionale po majoritar. Jo, flas për administrimin e zgjedhjeve. 2008-ën jo, edhe përpara kësaj, administrimi i zgjedhjeve. Si bëhet në Shqipëri? Bëhet nga partitë. Partia Socialiste. Ju e keni dhënë që të jetë
të ketë teknicien. Sepse këta janë të gjithë në konflikt interesi me rezultatin. Në të dyne, njëri nga Partia Demokratike, njëri nga Partia Socialiste, njëri mbron vendin e punës, njëri synon vendin e punës. Rezultati tregon do ta mbroj unë apo do ta marrësh ti. Dhe unë jam i gatshëm të fus dorën në kuti. Jam i gatshëm të bëj çdo lloj zullumi për të mbrojtur vendin e punës. Je i gatshëm të bësh çdo lloj zullumi për të marrë vendin e punës. Këta shëmbin procesin dhe këta bëjnë edhe një krim tjetër, që nesër do prishet administrata. Se do iki unë, pra ne nuk kemi institucionet besueshme, ne nuk kemi zgjedhjet besueshme dhe nuk mund të jenë. A jeni dakord zoti Kadilli me atë që thotë zoti Berisha që këto zgjedhje kanë të njëjtin mënyrë, stil si ajo zgjedhjet e vitit 2001 dhe Partia Demokratike zyrtarisht po i shpall këto si me të njëjtat probleme si viti 2001, rrjedhimisht të arrihet një marrëveshje midis PS-s dhe PD-s i diktuar nga faktori ndërkombëtar? Jo, s'ka asnjë lloj ngjashmërie. S'ka asnjë lloj ngjashmërie. Berisha përdor të lloj simetrish. Ju keni dëgjuar sa herë të ndodhi si 92-shin. Ndodhi si 92-shin, po për palën tjetër. Që nga 92-shi kemi parë miting më të madh, energji më të madhe popullore. Të gjithë dinë që nuk është. Kur marr emisionin se kam telefonin, t'ju tregoj parashikimin tim dërguar një njeriu që bën sondazhe. Dhe parashikimi im është më i saktë se sondazhet. Në 14 mars e kam çuar. S'po themi emra se janë privatësi, biseda. Po pse e dija unë? Unë nuk, atëherë o jam i zotit se Berisha, gjë që nuk e them, ose Berisha ka zotësin të gënjej me shpresë të rreme demokratët. Dhe demokratët janë të gatshëm të gëlltisin gënjeshtrën e radhës. Do kemi një ndërprerje publicitare në këto moment dhe publicitet dhe kthehemi sërish në studio. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur transfero shpejt, gjithmonë shpejt kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbime Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbime Manigram në çdo zyrë dhe agent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra në Diela Shqiptare në televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Zoti Kadilli, okej, ju i dha gjithë këtë, e bët gjithë të pasqyrë që kemi në Partinë Demokratike, po unë nuk arrit të kuptoj një gjë. Si ka mundësi që edhe ata të rinj, të reja, të shkolluar jashtë, që kanë marrë një edukat perëndimore, sa janë bërë pjesë e Partisë Demokratike më ngjajnë më të vjetër se sa të vjetrit. Do të thonë këtë nuk e kuptoj se ne shqiptarët që jemi këtu, kemi zgjedhur të jetojmë këtu, do të thonë mund të na zër kjo shoqëria shqiptare, na zë. Po do të thonë kur kuptoj kështu që mund të jenë nesër edhe fëmijët tanë, djali im që të arsimohet në Angli, në Gjermani, në Amerikë, të vi këtu dhe thot pasaj tjetër gjëra që kanë thënë dhe ata para 30 vjetë, këtu ulet automati. Po të ndodhte me fëmijët tanë, edhe me djalin tim, s'po kaloj ke ju, do ishte dështimi im. Qofse do ndodhte që djali im të shkonte dhe të kopionte të shkuarën, të keqen, të kufizuarën. Po ja ishte dështimi yt si ishte dështimi yt. Po. Se mbi 18 vjeç ai merr kulturën e vet. Pa dyshim. Unë prapë sa arrit ta kuptoj. Atëherë, çfarë ndodh tyre? Se fakti, fakti që ai studion në një universitet të mirë dhe në një shtet perëndimor, nuk është dështim për ty. Jo. Është arritje jo e vogël. Dështim nëse sepse shiko, po të nisemi. Apo ju thoni si amerikanët që një fëmijë i edukuar vetëm në shkollë është pa edukuar. Sot do ta thosha për po të krahasojmë shkollat që kemi bërë ne, nuk do kishim guxim ta përmendim ku kemi mbaruar, po të takonim një të huaj. Apo dhe fëmijët tanë nuk na kuptojnë të çfarë shkolle
pse shkollë quhet kjo, do thoshin krahasuar me shkollat që kanë mundësi të bëjnë aso. Por shkolla të jep një adresë të mirë, është si thua në atë garën 100 metrash apo 400 sa duash, ai fillon një 10 metra para nesh, se ka një shkollë të mirë kur vetë të zërë një vend pune. Pastaj po ka këmbë dhe mushkri vrapon. Po s'ka, ai që vjen edhe po ta nisi mbrapa, jo vjen e starti, po dhe më mbrapa po tjetë, po ka këmbë, gjujmë po pati dhe mushkri, i kalon gjithë përpara. Siç na ka ndodhur ne? Se ne vim nga shkolla, unë përmenda bashkëshortën time. Universitetin e Tiranës kam mbaruar. Dhe në këshilltar kishte 2 veta që kishin mbaruar Yale. Vartësit e saj? Vartës. Ka mbaruar Yale në Connecticut? Po. 2. Njëri ishte për ligje, njëri për financa. Kjo është. Pra, ai që ka gjujmë dhe mushkri vrapon. Dhe shkollimi më i mirë është qëllimet. Dija nuk mjafton. Ka dije, dituri, ka shkathësi, ose deri diku quhet inteligjencë, shkathësi e mendjes për ta përdorur dijen, dhe ka mençuri, ose ajo që populli thot urtësi. Ka një fjalë më të bukur shqipje, urtësi. Urtësi, ëh? Po, ajo që është i mençuri. Mençuria me inteligjencën dhe me diturinë janë 3 kategori të ndryshme. Po, patjetër. Tani nëse shkolla të jep dijen, biologjia të ka dhënë deri diku shkatësinë e mendjes, inteligjencën, urtësinë ta jep konteksti dhe kryesisht familje. Prandaj thashë quhet dështim tonin, nëse na ndodh. Dhe prandaj do ta Po këta që janë aty që janë arsimuar perëndim? Këta për fat keq, si njohin prindit dhe s'kemi punë me prindit. Jo, për fat keq, këta kopjojnë të shkuarën, kopjojnë atë që është provuar e dështuar, tregon që ju mungon mençuria. Se të hysh në politik duhet të kesh një motiv pse. Ne vim nga 90-ta. Ishte një motiv i përgjithshëm, nuk ishte në dyve, ishte gjithë tjerëve. Një pjesë e zgjodhen, ta vazhdojnë motivimin, angazhimin, një pjesë jo. Çfarë na shtyn atëherë? Të gjithë ishim të bindur për ndryshim. Dhe nëse historia e Shqipërisë ka një moment ku shoqëria prodhoi, jo elitat, jo konjunkturat, jo politikat, është 90-ta. Shoqëria ishte shumë më përpara edhe se elita politike e tjera, po edhe se elita intelektuale e kohës. Kjo është vërtet. Të tjerat, pavarësinë, e bëri elita otomane, e kombinuar me ca gjëra, tjera. Luftën e dytë botërore na futën në luftë. Nacionalistët i futën anglezët, i nisën nga i qese me Flori, bënin ca çeta. Komunistët hyrën mbasi hyrin luftë Bashkimin Sovjetik, me porositë të tyre, pra nuk ishte një gjë gjenuine, se italianët ishin që në 39-ën këtu. Çfarë bëm ne deri në 41-shën, 42-shën? Nuk ishin pjekur kushtet. Po, për revolucionin. Ne e shijonim atë që sillte Italia. Kishim rënë në paqe me të. Pra nuk luftuam në mënyrë gjenuine, si shoqëri. Jo, kishte element rezistence, po ishin sporadike, shumë, do thënë. Të parëndësishme. E kishte një ushtarak. Jo, ato qetat, ajo në Pezë, ajo në Skrapar, ajo në Pezë, ajo në Dibër, janë një mrekullie, po ta marrësh. Po, edhe ato me insight, me nxitje nga anglezët kanë qenë. Me Stanu Janiku nuk e nxiti askush kur që në 39. Ore dhe Abbas Kupi luftoi. Po Abbas Kupi ishte ushtarak. Po Jolqinaku ishte kapten. Ishte ushtarak. Bëri detyrën e tij patriotike. Po nuk është shoqëria. Në atë 7 prill se po kalojmë në atë 7 prill, ku ushtria ishte si në 97-ën, morën në armët ata shkon në shtëpi dhe më Jolqinaku vuri mitrolozin atje me thënë drejtën tim. Akti më i madh. Është idealizmi më i madh. Ai ishte hero kombi. Absolutisht. Dhe dha dhe jetën atje. Ai 7 prill do të ishte dhe sepse bëj debat edhe në Facebook, bardhi, sipas burimeve tuaja janë vrarë 700 shqiptar që kanë bërë rezistencë nga Saranda deri në Shëngjin. Nuk e thot njëri këtë. E kanë parë shkrimin tuaj. Po jo, atë Fisheri ka nga dokumenta gjermane dhe amerikane. Tani e kuptoni domethënë ç'a idealistësh kemi pasur ne. Megjithatë kjo është një temë tjetër. Atëherë, shoqëria nuk ka prodhuar përveç në masë, se gjithmonë ka qenë pjesë, po në masë përveç në 90-s. Sot, për çfarë motivesh futet në politikë njëri? Futet për ndryshuar vendin? Po si mund ta ndryshosh duke vajtur mbas atyre që ti thua që këta e kanë prishur vendin? Që këtu ka një kërcitje të fortë morale. Pse unë kuptoj të hyn politikë njëri, të bëj lëvizjen e vet, aksionin e vet, partinë e vet, çdo gjë të vetën, si e mendon. Në momentin që shkon dhe arreshtohet, ka rënë dakord, ka nënshkruar që unë pranoj që ky vend vazhdoj siç është. Politika në thelb është vullneti për të bërë gjëra të ndryshe. Kur shkon dhe arreshtohesh, ke nënshkruar që vullneti yt është që gjërat vazhdojnë të jenë ashtu siç janë.
Tani unë do të bëj do të bëj pyetje konkrete për njerëz konkret. Tani, çfarë pritshmërish ke nga Belind Kılliçi? Nuk kam asnjë pritshmëri. Djali i arsimor në Amerikë, me informim të mirë për vërtetës. Kam edhe mik, unë rim shpesh me njëri tjetrin, po nuk pres politikisht asgjë nga ai. I ka pasur mundësitë si ka bërë. Po pse? Pse nuk pret? Po sepse nuk ka treguar vullnet për të ndryshuar gjëra. Është kjo pjesa që thua ti që nuk ka rënë dakord. Ai zgjodhi të bjerë dakord, në fillim me Bashën, pastaj me Berishën. Ai era dakord me kryetarin. Ai dhe gjithë forumin rinor. Po çfarë duhet? Do të marrin një qendrim në 2021-shin. Kur humbën për herë të dytë, kur zgjedhjet prodhuan të njëjtën majorancë dhe të njëjtën opozitë përsëri, siç ndodhi sot. Askush nuk ka, si thua, ndalim për të ndryshuar. Madje ka nxitjen time të ndryshoj. Le të nxjerrë blof, ai dhe kush doj. Le të provojnë që janë atje për ndryshuar gjëra. Me gazmet bardh? Është, të them ndershëm, shumë njerëz nuk e vlerësojnë, unë e kam vlerësuar se kam njohur si zyrtar, si burokrat. Se ti e nje nuk kam ndetur kur, nuk kam pirë kur një kafe me gazmet bardhën. Kur? Maksimumi përshëndetje kemi pasur, po e kam njohur kur ka qenë zyrtar në Ministrinë të Drejtësisë. Zyrtar shumë i përgatitur, shumë këmbgulës, sistematik. Problemi tim me politikën është e njëjta gjë, përse je në politikë? Më thuaj pse je? Bi dakord ose s'bi, pastaj është vetë çështje. Mirë, tani i pa votuar si kryetar i grupit parlamentar, po me ndryshime statutore. I pa votuar si numri 2 i Partisë Demokratike, nën kryetar. I pa votuar me humbje me sukses në Fier, 12 mandate, pse është edhe vetë Rama vuri duart në kokë. Tani, më fal tani, ky është personi kryesor mbas Ali Berishës. Dhe ti thua, për shembull, mos më del llogaria, ti si burokrat, si zyrtar, po tani në politik tani ti numri 2. Të bëj një ndërkallje, siç thot miku i Zhej. Si e ke dëgjuar për herë të parë emrin e tij? Me siguri kur u bë ministri i drejtësisë. Po, të fillosh politikën, atje ku mbaron politika, ka një gjë që kërcet shumë. Çdo politikan në ëndrrën e vet e ka që të bëj sukses, dhe të ketë një instrument siç është të qenit ministër për të ndryshuar gjëra, për të bërë ndryshe, për të bërë më mirë se që janë bërë. Ti e nis aty ku bitiset. Ti e nis, Lul Basha ka nis kështu. Dhe këtyre kur ju heq këtë ka gazmet bardhi po aq përgjegjësi sa Lulzim Basha, se ka qenë, ata ishin çift i lumtur. Lulzim Basha më shumë për gazmet bardhi në kohën që ishin bashkë tregoi për mua një zell shërbimi, shërbëtori po desha. Ndaj kujt? Ndaj kryetarit. Ndaj Bashës? Po. Shërbëtor, ë? Në debatet në kryesinë atë kohë i kam pasur. Në gazmet bardhi shërbëtori i Bashës. Ka qenë, jo se është sot. Thash sot s'është as Basha. Në kohën që Basha ishte kryetar, debatet unë në kryesi madje me tone cinike nuk i kam pas me Bashën, se Basha është i përkorë kështu në të folur. Çfarë thua? I kam pasur me gazmet bardhi. Po pse? Mërzit e ai që ti kishe qëndrimin ndaj Bashës? Po. Propozimet e mia për ndryshime statutore, se unë nuk e mbarova betejën me garën për kryetar. Unë aty e fillova. Kur u bë kuvendi në 17 korrik, u bën disa ndryshime statutore. Unë çova propozimet, çfarë kisha në manifestin tim politik, si propozime politike, ato që mund përshtateshin i përshtata si propozime për ndryshim statutor. Të gjitha i hidhte poshtë me arrogancë. Gazmet bardhi, po. Dhe ti thuaj që ky ishte burokrat i shkëlqyer? Ky është detyra e burokratit. Ti shërbej qëllimeve politike të sheshta. Çfarë pritshmëri ke nga Flamur Noga? Ti jemi ndershëm. Unë më them që Flamur Noga është më i ndershëm nga të gjitha në zgjedhjet dhe shërbimet e veta. E ka thënë duket njëherë tjetër. E them përsëri. Është më i ndershëm në qëllimet e veta. Bie apo s'bie dakord unë me ato çfarë bën është kjo gjë. Ai mban një qendrim. Më vjen mirë. Dhe në jetën publike dhe në jetën private. Çfarë qëndrimi ke për të moralizoti edhe si përfaqësues, po themi të përndjekurve? Ka lëshuar ca mufka kështu, do të thënë lart e poshtë, po më ndihmove me përgjigjen. Politikan mufk. Jo, më thash ka lëshuar mufka, këtë e the ti. Po them, më ndihmove se po vrisja mendin çfarë thoshte. Pse? Krejtësisht i lehtë. Po si ka mundësi më nuk nxorët ju të përndjekurit e ju që keni vuajtur një politikan që ta marri prej dore Partinë Demokratike më? Po se thash, nuk është e djathtë. Tani, moralizoti i djathtë është tani nuk. Nuk është e djathtë partia. Po mi pa, të moralizoti është i djathtë, mund të thosh. Nuk i ka këto qëllime. Sa është ai i djathtë, s'është asnjë aty më.
Po jam vetë për atë punë, se ai ka qenë 30 kur ka mbaruar sistemi, apo 10 sa ka qenë, unë kam qenë 24-25. Unë kam vojtur në kuris, atje kam vojtur familjar. Unë e di këtë. Familjar, para arsa. Kuria 10 vjeç nuk është se je koshient. Natyrisht ke trauma, shef familjarë të ndëshkuar, të burgosur, të Jo, po si nuk bëri të moralizoti diçka që me të vërtet? Se është mufk. Kaq. A grojnë gjekmarke? Kam përshtypjen se edhe vetën se merr seriozisht. Ma thuj pak në shqipte, se se kuptova. Kam përshtypjen që ai qesh edhe me veten. E vini që ka një sens humori kur flet, tenton të bëj humor me mua, me ty, me çdo që mundet, po edhe me veten e vetë e bitëm që bën humor. Për gjitha zgjedhjet dhe vendimet e veta. Ke pritshmëri nga Ina Zhupa? Jo, është vajzë me shumë ambicie, ja çmoj ambicien, edhe shkallësitë e dura për të marrë me politikë, edhe karakter të fortë, por ambicia është më e madhe, egoja dhe ambicia është më e madhe se sa mundësitë. Kushta ngeli aty tani mos harrojmë në një aty se ti lista e gjatë është. Lisa është shumë e gjatë. Nga Albana Vokshi? Jo, Albana është në linjën e saj, është pak a shumë si Flamuri. Si Flamuri. Kanë bërë zgjedhjet e tyre, nuk kanë çeduar asnjëherë, janë të qartë. Kanë zgjedhur të shërbejnë. Kanë një përplasje kohët e fundit? Albana është vajzë ambicioze, kështu ka luftarake, po ta gjejmë më saktë. Ndesa si në Vokshi të, nuk është au ju. Mirë, dakor, e pas ka trashëguar ajo genin, po është luftarake, dhe me Albanën debaton. Por po them shumë sinqerisht, kur ka pasur përplasjet e mia. Dikush e ka dhënë në shtetësinë si Vokshi me dekret të mbretit Zog, se më doli në një nga këto dhe po bëja shaka me. Dhe të them diçka, unë jam përplasur, unë e kam goditur edhe forumin e gruas, për mënyrën si funksionon, jo për Albanën, sepse nuk mund të ketë një forum të tillë në partinë, manifest e kam trajtuar këtë çështje, po nga Albana nuk kam marrë kundër përgjigje. Dhe këtë ja kam vlerësuar sepse në atë moment unë e dija që isha në pakic, padyshim, po ata që kishin mundësi të godisnin dhe nuk godisnin, tregonin një lloj pjekurie politike. Albana e kishte këtë. Do të jem Josefina Topalli? Femër me një karakter të fortë, por zonjë, jo femër. Okej, zonjë, nuk e kisha në kuptimin seksist fjalës së fare. Grua me karakter të fortë, e vendosur, por edhe ajo mbetet si gazmend bardhi në shërbim. Nuk prodhon gjë vetën. Krahasosh Josefinë me Gazmend Bardhi. Ishte e para që u mor me Lulzim Bashën. Asnjë nga ju, atë që ka bërë Josefina se ka bërë asnjë nga ju. Unë nuk e quaj se bëri një gjë të mirë, sinqerisht, sepse e bëri për egon e vet. Nuk e bëri se besonte. Jo, ajo ka bërë që kur ishte kryetare e parlamentit, që kur ishte në qeveri. Po pra, ishte për egon e vet. Ja, pse për egon e vet? Ajo ishte kryetare e parlamentit, ç'do. Josefina kaq përvojë politike ka që të kuptojë që Lulzim Basha që nga 2005 u projektua si trashëgimtari i Sali Berishës. Dhe ju mendoni që ajo u mërzit se mos ishte ajo? Po normal. Më duket kjo. Ajo e shikonte kështu si të paftë. Tani ajo fotoja që janë te mos gaboj ajo e papës, te vizita e papës ose te shenjtërimi. Normal, Josefina është më e zonja, shumë herë më e zonja se sa Lulzim Basha në politikë. Por diskutim kjo. Por tani unë po shtroj një kundërpyetje. Pse Berisha zgjodhi këtë të pazotin dhe këtë të zonjën? Dhe pse Josefina nuk e tha kur që fajin për të gjë e ka Berisha? E ka thënë Berishës në zyrë. Ta them unë këtë. Ti thush Berishës në zyrë, ti nuk e ke idenë çfarë kam thënë unë Berishës. Politika nuk është punë zyre. Ti ta thosh publikisht. Qëndrim publik. Ti sa lek e fajin ti do të ikësh. Do të vi unë, Josefina që jam e zonja. Ti thosh Josefina Saliu, që ti e gabi dhe do të vi unë? Po. Por për çfarë jam politik? Po pse e thën kam? Pse që kam e zonja se unë Josefina atë? Unë e them ajo se thën ka. Ajo ka pasur hierarki partie, ka qenë nën kryetare partie, kryetare parlamentit, 8 vjet nën kryetare parlamentit, 8 vjet kryetare parlamentit. I ka të gjitha veglat. Për çfarë i duhet jetë më në politik, po nuk tha atë që i thot shpirti? Mungon në Partinë Demokratike dhe në këtë situatë që duhet ishte aktiv Arben Imami? Nga njerëzit më pozitiv në jetën politike, e them shumë sinqerisht, por me një gati naivitet në qasjen ndaj politikës. Naivitet? Gati naivitet, ashtu nuk është njëri naiv, mos e kuptojmë termin, qasja ndaj politikës, mënyra se si e sheh politikën. Pse nuk ishte aktiv tani? Di, ke informacion? Pra, kjo është gjë, sepse për fat keq Imami ka një ndjenjë të mirë besimi. Dhe beson
gati me naivitet, që kjo që po ndodh është për të mirë, pa e pranuar dot që kjo që po ndodh është gabim. Dhe kur kjo rezulton gabim, të paktën kanë dëshmërinë të riqet mbrapa, nuk e përmend më. Edi Targji? S'kam dëgjuar të bëj një gjë politike kohët e fundit përveç se konspiracioneve që pas një jave do ndodhi kjo, pas 2 javësh do ndodhi ajo, asnjë nga ato nuk ndodhin. Pushtimi nga konspiracioni mendoj që e ka vrarë cilësitë që ajo vajzë ka. Cilësitë e saj janë për t'u lavdëruar, për të pasur zilin, shumë respekte, por është e dominuar nga skenar të paramenduar. Politika nuk është e tillë. Politika është në radhë parë qëndrim. Duhet të mbash qëndrime të cilat mbas se s'ndodhin, po ti je përcaktuar, e ke vënë veten jam këtu për këto arsye, për këto vlera, për këto besime. Ilda Gjulali? Është vajzë shumë e shkathët, shumë e zonjë, nuk ka zgjedhur të bëj betejë politike, ka zgjedhur të shërbej politikisht. Gens Pollo pse nuk ishte është? E thot shumë bukur, Gensi përveç se po humbet peshë se ka vullnetin e jashtëzakonshëm. Peshë fizike ke fizike. Pra se na ngrive gjakun. Ja, po humbet peshë fizike, nuk e di pse ka zgjedhur se ajo mbahet me kështu me fasting që quhet, me agjerim, pra ta zgjasësh agjerimin 18 orë, 36 orë. Kjo të dobëson. Edhe është shumë e shëndetshme edhe për rigjenimin e trupit. Po. Është autofagia, pra ngrënia e vetvetes. Të dyja këto po i bën edhe politikisht. Ua, sa e bukur kjo. Domethënë Gens Pollo po ha veten. Politikisht. Politikisht. A lam në një personazh tjetër të rëndësishëm, po them. Po ta kujtoj unë duket sikur du të them unë në një për atë person. Jo, këtë do të thosha, që më thuaj dikë që unë jo thjesht e kam harruar, po ti do dohet të thoshe diçka. Po i ve emra, po njerëzit e kuptojnë për çfarë flas. Janë disa që kanë një pamje të mirë, pamje civile, qytetare. Dhe thonë këta ndoshta mund të jenë PD. Kush për shembull? Janë disa. Gjithmonë ka pasur PD. Madje i prodhon vetë Berisha, që nga Selami, Brojka, Bamir Topi, Lul Basha, e të tjerë, po penoj portret si këta janë ata që unë i quaj dhëndur ideal për vjerat. Qa kështu ishte kjo është kështu therse fare. Dhëndur ideal për vjerat, jo për gratë. Dhëndur ideal për vjerë, jo për gratë, thot Fatbrat Kadilli. Se politika është një martesë e bukur e individit me publiken, me interesin. Pas ka bërë mirë kjo që ke shkuar në kelë. Shpresoj t'i bëj mirë dhe publikut kjo që them. Po, s'ke një personazh tjetër? Nuk dua të përgojoj. Jo, nuk është puna përgojim kjo. I bie se dua unë të flas për të, nuk dua të flas për kolegët. Kur më pyesni, respektoj pyetjen dhe interesin e... Në shtator, në Partinë Demokratike thonë do bëhet analiza. Si do bëhet pra? Analizë, një politikan nuk ka nevojë për analizë. Kur unë e di çfarë do ndodhi, pa ndodhur, çfarë do të analizoj? Kjo është një gënjeshtër e madhe. Do të bëhet analiza, do thonë që na vodhën krimi, droga, korrupsioni, kjo, ajo. Po këto ai di para se tu janë zgjedhje. Për çfarë analizon përsëri? Plus që ka një gjë. Ka ngrirë, është ngurtësuar konkurenca politike, nuk ekziston më konkurenca politike. Ne kemi që nga 2009, 2013, 17, 21 dhe përsëri 25 që është një gare thjesht. Rama, Berisha. Të pesta këto gare i ka fituar Edi Rama. Edhe në 2009, nuk e thonë njerëzit. Partia Socialiste ka marrë 1% më shumë se Partia Demokratike. Ne kishim një trend me parti që i qepen pushtetit për të marrë një drejtori me lek, dhe 1.000 vota njëra, 2.000 vota tjetra u bëm si koalicion fitus. Qartë. A besoj të bëri përshtypje deklarata Gens Gjakutaj që ata që duan të sulmojnë zotin Berisha, ne do të përleshemi fizikisht, ata gejt edhe lesbiket në PD, bla bla. E lexova, ke lexuar? Lexova. Tani dua një koment për këtë. Avokati, unë e kam mik të vjetër, është njëri me humor, me sens të fortë humori. Dhe është duk shumë nuk më duk status humoristike. Dhe është shumë provokativ si natyrë. E tërheq litarin edhe në bisedë po të jemi, e tërheq litarin sa mbajnë nervat e të tjerëve. Po ta njihni nga afër ka këtë stil. Unë nuk çuditem kur e bën ndonjëherë dhe publikisht atë që bën në tavolinë. Jo, unë doja koment për këtë, unë thashë se si është Gens Gjakutaj. Jo, ai e tërheq litarin për të ngritur nervat. Po për kë e kishte? Pa ta që ka pasur në mendje tani konkretisht. Mund të ketë pas dhe mua në mendje, po mua nuk më ngrit nervat. Jo, ty s'ka pas në mendje ai se jo, kishte ndodhur dhe një
keq kuptim në media, nuk e di këto motorët e Facebookut, kur bëhet viti, nxjerrin prapë ato që janë para një viti. Facebook memory. Po, dhe kishte dalë një gjë që unë kisha postuar 4 vjet përpara kur fillova fushatën. A ishte bukur se kemi komunikuar, po të mora edhe unë. Po, dhe dikush nga mediat, portalet e djathta, po i quajmë këto, e merr dhe e nxjerr këtë si lajm, duke menduar që unë po bëja këtë gjë. Nga ana tjetër ka dalë Flutra Açka ka thënë që prisni, po do shpërthej në PD, do flasi X, Y, dhatë sa emra, dhe unë e bindur që avokati e hodhi gremçën, kush ta kapi, kush ta kafshoj, kush ta gjej veten atje, të shpërthej, të reagoj. Mira, ato fjalë gay dhe lesbik në PD, fal tani se ishte. Po i futi të gjithë brenda. Dhe i provokoi të gjithë. Kush e ndjen veten gay, përgjigjet, kush e ndjen lesbike, përgjigjet. Kush e ndjen veten politikan, tradhtar, apo këtë se kishte lloj termash aty, përgjigjet. Jam i bindur që ka këtë element. Gërvisht, avokati gërvisht fort. Se unë e njoh dhe di gërvisht për të fituar. Ai argëtohet më shumë se sa fiton. Ja, nuk e di këtë, që nga shumë e thellë kjo. Po mirë, po 4 mandate Partia Demokratike në opozit është kocke lëkurë, domethënë. Janë 4 vjet që duhet presin për të thënë 5 mandate. Se kështu siç është rruga, vën 5. Po 5, 6. Jo, edhe zgjedhjet lokale 2 vjet. Po. Edhe 4 vjet që të bëhen zgjedhjet të tjera, nuk ka asnjë shans. Nëse jemi nisur në drejtim të Dajtit, mendojmë që do dalim në plazhin e Durrësit? Jo. Mund të shkojmë deri në Kinë po të ecim në atë drejtim, por nuk kapim plazhin e Durrësit. Kur nisesh në atë drejtim dhe pret të mbrish diku tjetër, ky është gabim që nuk e bëjnë as kafshët që kanë atë ecin me magnetizëm. Si e bën njeriu këtë gjë? Si e bën këtë dhe me vetdije? Si e bën këtë dhe me amoralitet, që ti vetëm që fiton diçka kur gjithë humbasin? Ja që është problem. Shoqëria shqiptare ka shumë probleme amoraliteti. Elita shqiptare intelektuale. Unë e di që jeni shumë kritik me zotin Rama, po ka ndonjë gjë që i vlerësoni zotit Rama? Parimi politik është kundërshtarit nuk i njihet asnjë merit, edhe kur ja di meritat. Ky është parim politik. Pse ti je kalorsiak në? Jo, parimi thash. Pastaj po të them vetëm pozitivet, do duhet të them edhe negativet. Të jem brenda logjikës. Jo, ato i di unë, po të them ti çfarë defekte ka Rama, nesër mbaron ti. Unë po të them. Atëre, ka një merit që do të mbetet kohës, që është estetizimi i jetës shqiptare. Ato që njerëzit në PD, këtë unë kam për debat gjithmonë me kolegët e mi PD, ato që thonë fasada. Po pse ruhemi në mëngjes, pse qethemi? Na ndryshon jetën, ngopemi më shumë, jo. Cilësia e jetës varet nga këto gjëra. Dhe Rama me formim estetik, si piktor, familje artisti, ka ndikuar që ta estetizojë jetën tonë. Qytetet tona janë më të bukura, ajo që quhet rilindja urbane, është një përsëritje asaj çfarë i bëri si kryetar bashkie, tani në përmas më të madhe në gjitha bashkitë. Gjithë Shqipërinë. Kjo është një gjë pozitive. Pozitive e dytë që mund t'i them është që ka merit në rritjen e promovimin e Shqipërisë në botë për turizmin, ka merit. Po të shikoni në mënyrë sistematike promovon pamje Shqipëri të bukur. Nuk ja ka dalë që të krijojë entuziazëm, sa i bën edhe për të krijuar entuziazëm brenda. Por këto janë disa gjëra që dhe raporte me ndërkombëtarët. Është shqiptari, qeveritari, kryetari i shtetit që ka arritur raporte deri të forta ndërpersonale dhe këtë e di për fakt, nuk e di kështu me madje më ka ardhur shumë nervozizëm, po t'rregoj një rast konkret. Po, patjetër. Në Danimark, kur i më shoqi ishte në Danimark, kam qenë një pritje të takova sekretarin e përgjithshëm të kryeministrisë atje, ata sa kishin qenë në Shqipëri. Edhe im thau nga Shqipëria, ishim në Shqipëri, e di atë shumë, më pash. Shumë interesante i kryeministri juaj. Unë po reagoja me ngërç, do të thonë, po ku ma gjetë, ku mu shfaqe edhe këtu thash me vete. Nuk e shave në anglisht. Jo, nuk e shava, po ai e ndjeu. Ai zotëria në zanat. E ndjeu, thash, shiko, thash se ndoshta mund të kesh opinione të ndryshme, thash, po unë mund të themta që ai me i thash, atje e ndjeu, më fal. Unë i thash që po ju ishit në Shqipëri për lobim. Ata erdhën këtu për të lobuar, nuk e di çfarë vote e Shqipërisë si duhej. Ai kapi që unë isha nervoz me kryeministrin nëpërmjet asaj që thash, pra nuk ishit për Shqipërinë apo për kryeministrin. Më tha fjalë për fjalë të insightet, pra ato opinionet që morëm nga kryeministri juaj u provuan 100% sakta në të gjitha takimet që ne patëm në rajon.
dhe kryeministre Mete quhet, kryeministre mbihemi se më mend, Mete tha, se më tani marr flasin me emër, nuk i thon zoti filan apo zonja filan, Mete tha komunikon shkëmben dhe jokes, kështu humore me WhatsApp. Me Ramën. Po, dhe mu më erdhi prapë natë. Të vërtetë. Këtë shumë, po mbasë se kështu është tip me humor, thashun. Jo, duhet vi mirë më që komunikon me kryeministin, do të jemi ndershëm apo? Jo, rrofsh. Unë prapë nervoz i them, kështu për humor ka i thashë, e njoh ai sa për të ditur sensin e humorit. Jo, tha, komunikimi tha nuk është sens humorit, tha, komunikimi ka filluar herët, kur i thashun, që në fund të nëndorit 19 kur atë tërmetit e kjo. Pra mbante mend datën e tërmetit, kishin kaluar 3-4 vjet nga tërmeti. Aty u të roqe, më vika mirë, dhe tani kam rastin po e them publikisht, jo si kompliment, se s'do duhet i bëja kur kompliment një kundërshtari, por si një fakt, kjo është një kulturë, ashtu siç nuk mund t'i iqen meritat dhe zoti Berisha për ato të mira që ka bërë, apo dhe kryeministrat e tjerë, madje edhe zotit Meksi që ju keni filluar karrierën tuaj jo politike, po themi profesionale në fillim. Kjo është e vërtet. Për zotin Meksi ruaj respekt sepse ka qenë një kryeminist shumë punëtor. Mitin e punëtorit e kanë të tjerë. Një burokrat tipik. Berisha, mitin e punëtorit, po them Meksi ishte një person. Domethënë ju jeni duke thënë midis Meksit, kryeministrit, dhe Berishës, më punëtor është Meksi se Berisha? Po. Unë kam punuar me dy. Se ti ke punuar me dy. Me dy ke qenë këshilltar. Po. Jo, me Meksin kam qenë quheshin inspektor. Nuk jo këshill, se një emër tjetër. Ti merreshe me letrat. Po, nuk ishim nivelin, ishin dy nivele. Ai që sot quhet asistent. Asistent. Atëre quheshin. Po ke punuar me të dy, domethënë në staf. Me zotin Meksi, me zotin Berisha. Ti thuaj që Meksi është më punëtor se zoti Berisha? Pse njerëzit kanë perceptin që Berisha është më punëtor se Meksi? Po, Berisha kur ka ngetë të çon mesazh 2 natës dhe njerëzit thonë s'ka fjetur fare deri tani. Mund të ketë qenë gjumi, del gjumi çon mesazh. Berisha është talent për të krijuar mit. Ka mitin e fituesit. S'ka fituar asnjë palë zgjedhje. Asnjë palë. Më thuaj një datë zgjedhjesh që s'ka qenë rezultati. Pse si ja the Berishës ku ishte deputet këtë më burr? Kush tha që se kam thënë? Kur ishte deputeti i ke thënë që ti s'ke fituar asnjë zgjedhje? Se besoj këtë. Po, kemi humbur. Si kam thënë, ti s'ke fituar zgjedhje, kemi humbur. E pra ja, thoshë kështu, ti s'ke fituar asnjë. Unë kam bërë për memorie që në 2007 kur humbën zgjedhjet 2007 dhe pikata ajo në 2007 fillon. Se tani thonë na i vodhi zgjedhjet Rama me krimin, drogën etj. Po në 2007 pse na mundi Rama ne me 26.000 vota më shumë se i ndjeri Ylldashi? E ke fjalën për zgjedhjet lokale. Po. Pse na mundi Vajgjush Dako edhe në 2007 dhe në 2011 me krimin, drogën, me korrupsionin? Po nëse ne kemi qenë pushtet dhe opozita na vidhte me këto. Po luftoj. Turpi i madh që pasi mi qenë pushtet. Pse na mundi Niko Peleshi në 2007 dhe 2011? Pse na mundi Qazimi në Elbasan? Po unë po them bashki që ne i kishim në 2007. Po dhe Tirana aty u nda. Korçën e kishim në 2007 dhe humbëm. Elbasanin e kishim. Lushnjën e kishim. Jo, Durrësin nuk e kishim. Ka qenë Koka. Lushnjën e kishit ju. Lushnjën, Elbasanin dhe Korçën i kishim dhe i humbëm në 2007. Atëherë se kemi merituar të rim pushtet. Po Lulzim Basha dogji një brez politikanësh? Mbase kjo që detyra. Detyra kujt? Detyra nga Berisha. Si Berisha ka thënë digji brez politikanësh. Po pse beson vërtet që gjitha ajo lista Josefina, Imami, i hoqi Basha ata? Atë i hoqi Berisha. Basha vetëm firmos. Si e vërtet thonë këto? E para e di për fakt që lista ka ardhur rreth orës 10:30 me korrigjime. Shkonte e vinte. Hiq ver. Këtë e di për fakt, nuk e di me. Sekretari ishte ky, po ti ishe ti një ditë, le të ishte pastaj po. Do ta bëj ti? Po unë po të doja afrohesh edhe tani, më mbas ajo për kryetar për nën kryetar, për të mprehur marr limën dhe mprehur dhëmbët si këta që rinë atje duke menduar që kur ti iki ky njeriu do jem unë. Po pse kështu bëjnë tani, ha? Po këtë mendojnë. Të gjithë. Kur ti iki Berisha, do jem unë thotë. Ka shumë këta dhëndurët pretendent, janë si ata më tonjësit e Penelopës. Po them unë, Eno Bozo, miku i ty vjetët. Çfarë bën në këto momente? Pse s'vjen me ty? Eno nuk ka ambicie të paktën të shfaqura për të qenë kryetar. Është më racional. Për të qenë deputet. Po, jo, me idenë që po të bëhesh, po të fitonte pushtetin, dikur po do mund të ishe edhe ministër, se është zyrtar i rregullt. Tani, për ta mbyllur ne do shkojmë në Kenya, në Nairobi. Do kthehemi për. Tani më thuaj diçka interesante në ato 10 muaj atje. Jam munduar të kuptoj më tepër se si funksionojnë, se ka shumë ngjashmëri me Shqipërinë e viteve 90. Si funksionojnë shoqëritë? Është një shoqëri demokratike? Ose në proces? Aq sa mund të jetë demokratike në një vend ku ka shqiptar në Kenya? Ka, numër i vogël po ka. Sa? Besoj do të jetë diku midis 50 dhe 100. Po çfarë bëjnë atje shqiptarët? Ka që merren me biznes.
Biznes në Kenya? Po. Nga Shqipëria aty? Po çfarë biznes? Njëri që se kam takuar akoma, di që merreshe me kështu me këto duraluminet. Njëri është marrë me hoteleri. Njëri është marrë dhe merret me këto të luleve, se Kenya është një nga produsit më të mëdhenj të luleve në botë. Të luleve, ha? Po. Çdo lule që vjen kalon nga Hollanda, se dispečeri, pra i shpërndarësi është Hollanda, po ato nuk prodhohen në Hollandë, 20% i prodhohen në Hollanda, 40% i ka Kenya, 40% i ka Kolumbia. Vinë me avion. Ish kolonit? Lulet. Ish kolonit? Kolumbia jo, nuk ka qenë kolonie. Jo. Në Afrikë, to, në Afrikë. Po nuk kanë qenë, Hollanda s'ka pas në Afrikë, në dinin timet pra këtë, nuk mbaj mend. Në Amerikë ka pas, po Po ç'ne nga Hollanda në Kenya? sepse prodhuesi i parë që ka hapur kanalet ka qenë Hollanda, në Europë, di pra ka sistemin e shpërndarjes dhe çdo kush i prodhon, nuk mjafton të prodhosh. Unë mund të prodhoj çdo gjë në shtëpi, po nuk gjeta se ku ta shpërndaj. Qartë. Tani atje te parku natyral që vajte, çfarë kafshësh ke parë me sytë tu? Luanin dhe pe. Disa herë, mund të tregoj edhe video po duhesh. Po tigër? Jo. Të gjitha. Gjiraf? Po. Kush bëri shumë përshtypje nga kafshët? Gjirafa është kafshë shumë e bukur, shumë Bukur, elegante. po e lartë. Zebra, kam parë një moment shumë të bukur, dy gjirafa që përplasnin qafën me njëra tjetrën, që ishte disa e lexonin si luftë, si rivalitet, disa e lexonin si dashuri. Unë nuk di se s'kuptoj shumë nga kjo pjesë. Zebrat janë të bukura. Ti vete me makinë e blinduar, me makinën... Jo, dhe makinën time kam hyrë në Parku Nacional që kanë ata në qytet, është siç të kemi në Parkun e Liçenit. Po. Me përmasën e qytetit që nuk është me 500.000, po është me 5 Edhe milion. atje ka kafshë. Shkon makinë në mëngjes. Po, vjen brenda. Po nuk të sulmojnë? Jo, nuk sulmojnë. Po duhet të jesh i kujdesshëm gjithmonë. A ka pasur raste që janë sulmuar vizitorët? Nuk di ndonjë, nuk kam dëgjuar. Po si ka mundësi ti ke para Luanin ka qafër, Luanin thotë çfarë bën mirë dhe ikën. Ne Arushën në Maltomorin as nuk janë ndjen fare, po të ecesh si individ përballë Luanit, ai të godet. Kur ti je në makinë, mund ta mbash ditën në hapur, nuk afrohet. Nuk të percepton si rrezik. Të percepton brenda makinës si një gjë më të madhe. Do të thënë këto kafshët Luani, gjirafa, elefanti, ishte i frikshëm. Elefanti është më i frikshëm. Pse? Elefanti mashkull ka shpeshherë momente që sulmon makinat, gjërat. Bulli është më i rrezikshëm akoma, se po të jetë vetëm shumë i rrezikshëm. Kur është në grup, ndihet mirë. Janë si këta militantë të PD-s. Kur i takon veç e veç, thoni e buri mirë. Kur është në grup fillon të shkon. Ku isha atje në park të këtë PD, ha? E kundërta. Po si ishte jeta atje? Me çfarë merresh atje? Mos më thuaj që luaj golf. Patjetër që luaj golf. Luan golf atje, në Kenya. Po, luaj rregullisht, është një nga sportet që jam zbuluar vonë, po është sport shumë i bukur. Po? Merrem me hipizëm, me kalorim. Po shkruaj një libër, e lash për në fund ta them. Më bardhë, mos më thuaj me kujtime? Edhe me kujtimet. Jo, edhe me kujtimet, libri është me kujtime, është lehtësi. Po, kujtimet e mia ndoshta nuk janë të rëndësishme për njerëzit, nëse ato nuk kanë një vlerë publike. Pra nëse nuk shoqërojnë me një mesazh. Unë besoj që ti ke qenë aktor në disa momente të rëndësishme të politikës. Kam shkruar disa kapituj, kur ta mbaroj do bindem nëse ka vlerë publike apo jo, se kujtimet e mia mund t'i ndaj privatisht. Kujtimet politike? Po, politike. Edhe të jetës suaj. Edhe natyre sociale dhe private, po dyshim, po nëse ato nuk kanë një vlerë publike, nuk do votohen, do t'i lexoj djali im apo nipi mbesa ime. Tani jam kurioz të di, ju jeni djathtë. Ka ndonjë arsye, do të thonë, mund të tregoni pak cila ka qenë persekutimi që është bërë familjes tuaj? Atëherë gjyshi nga nëna ka qenë si quhej? Shefqet Liçi. Është nga ato pushkatimet pa gjyq që u bën që në vitin 43 gusht, menjëherë mbas marrëveshjes smukjes. 43. Ndërkohë që ishte kryetari i Këshillit Nacional Shqiptar për zonën e Rëzës, që kuptoi zona Pojanit, Podgorisë, për çaj ishte se ndante këneta rrugën për Do të thonë Korç, Pogradec. Po, për gjatë malit të thatë. Po. Ai që kryetari i Këshillit, siç zgjidheshin njerëz me influencë. Kryetari i Këshillit dhe pushkatu? Po, përplas me komunistët. Dhe mbas marrëveshjes smukjes ka qenë një nga njerëzit e parë që është vrarë. Kush e vrau? Komunistët. Shëllë madhe komunistët. Emrin nuk e di, nuk dihet. Dhe cili ishte persekutimi juaj pasaj? Pasaj mbas këtij viti, na pa keq syri perëndis kur thuhet, sepse shtëpinë nga nëna e bombarduan gjermanët, nuk e di ç'patën. Ku ishte shtëpia? Në Pojant Korçës, që nga shtëpitë më të mëdha, ndoshta më e madhe që kishte fshati. Unë di një gjë që mamaja ime ka mësuar biçikletën në korridorin e shtëpisë dhe korridori ishte 16 metra me 8 metra. Pra ishte sallon i madh. Sallon. Dhe shtëpia u bombardua nga gjermanët, nuk e di për çfarë arsye. Këta ishin shpërngulur në Korçë në atë kohë. Kur mbaroi lufta, pastaj mjafton që ishin fëmijët e Shefqetit,
Përfunduan në burg të gjithë darat e mi. Të gjithë? Të gjithë. Kush me 10, kush me 20, njëri u internua këtu në bile aty dhe jetoj deri sa vdiqi, shkreti, në çfarë quhet kjo? Te Kodër Kamza ka qenë kamp përqendrimi, se nuk e din njerëzit, si ai te Pelenës, ka qenë me tela me gjëma dhe ishte gjithë familja, një lloj si ato të gjermanëve, nazistëve. Ashtu ka qenë edhe këtu, te një shtulla. Pra ata rinë atje dhe punonin në fabrikën e tullave. Familjarët e rritur, fëmijët i linin për ato si kasovë. Dhe aty ishte dajve juaj? Ka qenë daja atje dhe ata pasaj u hoqën, mos gabojnë viti 53 janë hequr ato telat me gjëmbë, po ata s'kishin ku të shkonin. Nga babai ka qenë më i vogël mosh, se kur ka mbaruar lufta ka qenë 14 vjeç. Vuajti nga babai? Po, babai zgjodhi një rrugë tjetër, nuk u kthye më në fshat, në Starov të Gradecit, nga Nevim, është një fis me goxha emër aty. Nuk u kthye më në fshat, iku dhe u fshef në Mirdit, në Rubik punonte. Në Mirdit, nga Korça në Mirdit? Nga Pogradeci po në Rubik. Nga Pogradeci? Mori dhe babain e tij, gjyshin tim. Dhe keni jetuar atje? Ti ku ke lindur? Unë kam lindur në Tiranë, dhe motra ka lindur motra është regjistruar në Rubik, duhet të ketë lindur në Rubik. Po si erdhët në Tiranë pse? Se ka përcimi i madh. Familja e mamas ishte në Tiranë. Dhe mamaja bëri këtë, mbasi u prish shtëpia, u futën dajet gjithë në përburgje. Ka ardhur dhe e ka marrë në një lloj mbrojtje një mik i shtëpisë, një Muhamet Karagjozi, i cili nuk kishte fëmijë dhe i ka liruar bodrumin tek Moskatet. Kishin shtëpinë ata dhe familjet ishin poshtë bodrume. Dhe aty u fut gjyshja, stërgjyshja, gjithë. Çaj ishin gra, këto se burrat ishin në përburgje dhe fëmijët e njërit prej dajave. Dhe keni jetuar aty? Dhe ishin atje ata, jo, kjo është në vitet 49-50 ca. Para satelit. Para satelit. Dhe atje bile ka banuar dhe familja e aktorit famshëm Gjon Karmës. Ati u dhimbsën kur i pa këta dhe i dha dhe ai bodrumin e vet. Gjon Karma i dha bodrumin e vet. Ato kishin një bodrum nga ky me mbiemër Karagjozi. Kur i kam parë ato që eci aty në trotuar dhe ato aty shikoja. Aty jetuar mamaja. Duke ardhur nga pallati, shikoja ato unë jam friksuar. Nga pallati në bodrume dhe gjyshja këto u regjistruan, mamaja u regjistruan në Tiranë. U bë martesa në Rubik, po pastaj u bë në Tiranë. Si një lloj bashkimi familjar që quhet sot, u kthye mamaja tek familja e saj bashkë me babain, me motrën dhe unë lindëm në Tiranë. Po ka qenë fat për ty se ti pastaj u shkollove mirë. Asnjëherë nuk jetoi tamam në Tiranë. Gjithmonë jetonte punonte në vende që quheshin atëherë këto veprat industriale. Ishte një ndërmarrje që merrej me instalimin e fabrikave, uzinave. Çfarë punë bënte babai? Mekanik ishte. Ai ka mbaruar me medalje ari në atë kohë në shkollën që ishte dikur e Fulsit, po vazhdoi teknike. Po vazhdoi teknike. Ka dhënë dhe një vit mësim aty, se ishte vërtet nxënës i shkëlqyer, por nuk mund të vazhdonte universitet e gjëra, vajti u fshef andej. Në Rubik akoma i mbajnë mend familjen, sepse xhaxhai madje jetoi derisa vdiq atje. Gjyshi ka jetuar atje, gjyshi i babai. Edhe halla ka qenë internuar në Pluk në Lushnjë. Unë notin e kam mësuar në kanalet e Plukut. Ato kanalet atje? Se vjen verë? Verë dimër. Sa herë kisha pushime, shkoja ke halla. Më kam marrë halla që kam qenë 2 vjeç, 2 vjeç e gjysmë. Atje kam njohur për shembull figura që sot janë edhe publike. Kurt Kolën, ndjes pas komshi. Po. Kurt ishte në burg më shumë në sën e kohës, po Ahmet Kolaj, vllai i tij, ishte shok i ngushtë me djalin e hallës. Evgjen Merlikën, Eugen. Okej, ne i thoshim Evgjen atëherë, edhe ashtu e kishte, unë ashtu e kam ditur. Ai di që shkruajnë Eugen. Eugen e shkruajnë tamam, po ne i thrisim Evgjen. Dhe mbaj mend një herë madje kur arrestuan Evgenin, kam qenë i vogël. Të arrestuan, ha? Po bëri burg. Do nipi i Mustafa Merlikës. Po ishte tamam nipi, djali i djalit. Edhe kam një kujtim shumë bukur, është pjesë e librit në fakt. Evgjeni binte në sy. Ishte shumë shok me djalin e hallës, me një nga djemtë e hallës. Ishte në moshatar, po binte në sy për një lloj elegancë, kështu thoshëm. Ç'është ky njeri që ngjan si ata të Tiranës këtu në Pluk. Bile më mirë se sa shumica atyre të Tiranës. Edhe mora vesh ishte se ne nuk e bënim asociimin Mustafa Kruja me Merlika. Si fëmijë, kam qenë 10-12 vjeç. Dhe më pëlqente, merrnin në herë të dy me vete si kalama. Si fëmijë. Dhe një herë nuk e shoh Evgjenin që behar, kështu i them hallës, ku është Evgjeni? Raburg, më thonë. Po çfarë bëri ti kështu? Ju mësonte fëmijëve italisht, era shkurt hallë. Thashun, po gjithë shokët e mi mësojnë italisht, kështu në kurse private, pse si futni në burg atë? Nuk donte të më flisë, e ma bëri kështu, më mbylli. Dhe një moment, do të ishte ngjarje freskët, vjen një komshie vizitore duke halla dhe po tregonin, po flisnin për këtë temë. Dhe unë përgjoja kështu, çfarë po flasin për Evgjenin, se kisha simpati për të, pa e njohur kështu, diferencë moshe në ato. Thotë, kur erdhën këta që bën kontrollin të degës, quheshin, kishin parë një fotografi të Mustafa Kruis. Aty kuptova lidhjen në mur. Edhe i thotë ai degës, i thotë motrës ose mamas,
Helena që mamaja siç duket. Nuk e di. Jo, do të jetë motra e Eugenit. I thot tregimin e kam të dëgjuar se s'kam parë aty. Po e mbaj mend si fëmijë thot kush është ky? Mustafa Kruje, thotë është gjyshi. E do ti? Nuk e kam njohur, thot po ta njihet patjetër do ta doja. Edhe unë mësova guximin. Sinqerisht për mua që shkolla e guximit, se edhe unë kisha gjyshin e pushkatuar, edhe ne kishim fotografi në mur. Se thoshe këtë? Po nuk do dija si të thosha po të më pyesnin, se isha fëmijë, nuk si të thosha që e kanë vrarë, se kanë vrarë, vdiq. Ai pati guxim. Ajo, nëse që e motra, po nuk e di mbesa e. Dhe dikush e ka liruar ose e ka ndihmuar Eugen Merlikën, një etus që ai ja di për nder dhe e ka bërë status publik, i cili u bë deputet i Partisë Socialiste Bashkim Saka. Po, Bashkimi është nga Skarpari, e di. Po e ka bërë publik falënderimin i vetmi etus thaj që më toleroi dhe më ndihmoi. Sepse kishte në çdo lloj kohe janë njerëzit që i bëjnë gjërat. Pra nuk të bën shkolla. Tani ty i ngarkuar, jo i ngarkuar, po me këtë rrethan që ishe. Vajti në një ndërmend se ishe adoleshent në fund viteve 80 dhe pastaj një i ri që ndryshoi nga të tjerët. Të shkojnë në ndërmendje të bëjë një akt. Po. Çfarë të shkojnë? Ana e thuj. Të mirësh ti lexojmë. Jo, le librin, unë jam s'na e the librin. Se unë diti ke vajtë në shtëpia Gim Krajkës me Sandër Gjokën dhe i ka thënë gjoj herë këtë i ka thënë s'është për Shqipëri. I ke plot historira nga këto. Kjo është vërtet, me Sandrin kam pas miqësi të hershme dhe me Krajkën ndjes pas shumë raporte. Një talent që nuk i vjen Shqipërisë. Nga raporte kishim admirim se ishte shumë më i madh, por kemi vajtur natën që ka marrë çmimin e parë, kemi vajtur një grup, kemi bërë një festë aty në shtëpinë e tij. Dhe ai në fillim u habit si ka mundësi që mes natës ose ishte vonë mbaronte festivalin darkë. Ishin gjimnaz. Te Sami Frashi? Jo, unë kam bërë shkollën e ndërtimit, të mesme në ndërtimit, se nuk shkoja në gjimnaz. Po ishe student në moment apo në shkollë? Jo, sa isha kthyer nga ushtria. Unë kam bërë 2 vjet shërbim. Ke bërë dhe ushtri. Se shumë njerëz nuk e dinë, unë kam punuar betonist. Libreza ime fillon me betonist. Te ku bëshin prefabrikatet, këtë 2000 apartamentet. Dhe ditën që kam bërë 18 vjeç. 18 vjeç. Kam filluar një vit, 2 vjet. 2 vjet? 2 vjet ushtar. 4 vjet, pastaj doli shkolla? Shkolla më doli në Thënishin, ka 3 vjet të tjera mbrapa. Mbasi u bë greva e urisë të përndjekurve ke Pallati i Sportit Faria Oti. Po dhe shkove te shtëpia e Krajkës, ditën që mori çmimin e parë, mbas 20 çmimeve të dyta? Pafundi kishte të dyta, duket se kishte 16 të dyta. 16. Që festivali 17. Dhe mori çmimin e parë dhe nuk e shikonte festivalin. Jo, ishte shumë i tronditur, nuk e pa natën e fundit se nuk pristet merrte çmim, ndërkohë që të gjithë dinin që ajo ishte kënga më e mirë. Me Motra Libova. Ka pas ai festival, ka pas këngë të tjera të mira, ka qenë Luan Zheku, ka pas një këngë të mirë që janë rikthyer në kohë, që konkurrues vërtet. Dhe sa kishte filluar edhe kjo, se kishte vdekur Enver Hoxha, Ramiz Alia perceptoi më i butë, të jemi realist. Unë kam qenë rreth gati 20 vjeç në atë kohë. Sa isha kthyer nga ushtria, dhe shkuam bashkë me ca miq, dhe u bë një festë shumë e bukur. Krajku e përmendte gjithmonë, e ka përmendur edhe në intervistën. Unë kam pasur nderi dhe privilegjin ta kisha në intervistë dhe theu atë poçën që e kishe marrë në kin ku e kishe marrë andej, e theu unë në mes të shtëpisë. Tani, çfarë akti duhet bëja? Ma zbukuroi këtë intervistë. Njërin do ta them, njërin jo. Ishte një moment që mendova realisht bashkë me atëherë, po them si ka ndodhur. Kam qenë me një shokun tim, Agron Hasani, piktor, djalë shumë i talentuar. Bënim atë xhiron Varavingon Bulevard. Edhe fakt frazën e tha ai. Thash nuk shtyhet më çfarë do bëjmë këtu, ky është vendim të mërshëm, diktaturë, njërin tjetrën. Çfarë viti? Do të jetë viti 87. Edhe ky më thot, po mirë, si s'doli një njeri thot që të bëj një akt si Jan Palach në Çeki. Dhe ishim në komiteti qendror në atë kohë. Ti vej zjarin vetes këtu. Sepse ai, për ata që nuk e din, një student polak, akt të revolte, doqi veten me benzinë, vuri flakën mes të Pragës, po. Dhe në shenjë proteste kundër pushtimit rus. Dhe vdiqe, dhe këtë bëri dhe një tjetër pastaj. Pastaj bën disa, ka vajtur deri në 30 ca numri. Është numër shumë. Unë e dija që bëri një tjetër. Bën të tjerë, u kthye kështu si një akt siç e bëjnë këta budistët në Kjo tregon maksimumin e sublimimit, që njeriu idealet e veta i do më shumë se jetën e vet. Besimet e veta i do më shumë se jetën e vet. Dhe po thoshte këtë. Edhe thash, 2 rukaut, tentojmë ta ratisemi ose të bëjmë një akt si ky. Çeku. Si Çeku. Këto ishin aktet dhe e kemi menduar dhe biseduar gjatë. Duhet të digje veten fat për këtë. Nuk thashë doja të digje. Po se i shoku yt? Shoku tha, duhet bërë një akt. Po ti? Dhe tham, a ja vlen ky akt as ja vlen? Ky ishte diskutimi jon. Jo, kemi ne gjithë natën duke diskutuar që kishe frikë të digje veten?
Jo, nuk e mendoja frikën në atë moment, e di çfarë mendoja? Çfarë? Pse se Thosha, pse se bëre? Ti se më bëre. kujtua një histori, po këtu ke Moskatet, vite përpara, unë isha i vogël, vari vetën dikush. Dhe unë isha fëmijë, më duk gjë e çuditshme. Ai ishte student. Më mbrapa doli që ai vari vetën se kishte marrë 9. Thoshë, pse ta vari vetën njeriu për 9, unë marr dhe 6 dhe 7, ka marrë dhe 4. Si u var ka vetja? Po sigurisht. Ai me siguri ka pas një arsye tjetër. Më mbrapa dëgjova ishte arsye tjetër dhe thash, i thash ti shokut edhe po ta bësh këtë gjë, ti apo unë apo kushdo, do dalin thonë që vari veten se e la dashnoria, se mori 9, po pati krizë nervore, se kishim edhe historinë e Mehmet Sheut. Dinim gjitha këto, dhe thash, nuk e komandojmë dot ne gjën. Ajo në prag, po, ajo në prag do kishte vdekur, po mos ishin mediat ndërkombëtare, po mos ishte shoqëria çeke që e ktheu në varimin e tij në një manifestim etj. Do ishte harruar. Do thoshin jam palach, një student çek me të depresion sipër vrau veten. Se mori 9 apo 8 apo e la e dashura. Pra, e diskutuam si fenomen, jo se do ta bëja unë apo jo, nuk ishte kjo. Po atë tjetrin që tjetër ishte të aratisësh, jo, kjo ishte, tentonim të aratisim. Tjetër një do e them pra kjo ishte, njëra ishte do aratisësh. Akti dhe njëra ti po gradec? Jo, menduam, thjesht, menduam dhe përfundimi ishte që do pasojat që do ketë familje do janë shumë të mëdha dhe ishte një egoizëm shumë i madh të bëje diçka për vete, qoftë edhe për bindje dhe lirinë tënde, po familja do vuante shumë fish. Në qoftë se larg qoftë për ai djali vinte edhe nga një familje komuniste, babai ndjes pas se ka pasur oficer. Në qoftë se larg qoftë do ta bëje këtë akti apo edhe shoku jot, sepse sigurisht nuk do ishte gjë e mirë për jetën tuaj. Ti mendon që do kishte reagim për mirë nga shoqëria në Tiranë? Këtë nuk kishim siguri, këtë mendonim që a ja vlen një akt i tillë dhe kush mund ta bënte, nuk po them që do ta bënim ne. Po bërja një akt i tillë në Shqipëri do të përdori se çdo gjë, çdo informacion ishte nën kontroll të plot të shtetit. Pra apo ta bënte dikush ta. Ore kur ishte kaq i keq, një student më pyeti një herë, ore kur ishte kaq i keq ky në veri, si se qelloi njëri as me llastik që nuk e qelluat tha? Si do i përgjigjesh ti këtij student? Jo, fjala që thotë ai është e saktë, ne nuk treguam akt rezistence. Pati akte të vogla rezistence individuale. Si mori vesh njëri? Që si mori vesh njëri, sepse mund të ketë pasur njerëz që kanë dashur ta bëjnë këtë gjë. Po jo Xhelal Koprendska ka bërë akt të jashtëzakonshëm. Po këto kanë ndodhur deri në farmase. Deri në vitin 70. Çik më herët biles. E ndoshta edhe pak më. Po jo 73 që mos gaboj. Ndodhi diçka, shoqëria shqiptare në po themi viteve 70-80 në numra statistikisht i përkiste brezave të lindur në 44 në mbrapa. Ose edhe ai që lindur në 40 nuk dinte çfarë ka qenë përpara. Nuk e njinte. Kujtoj një rast me një kushëririn tim, më i madh se unë, diskutonim ka qenë viti 83-84. Çfarë duhet bërë, si rrozohet sistemi? E ti them unë, me naivitetin e një 16-17 vjeçari, po çfarë bëhet? Ja ta them se rrozuam. Edhe thash atij duke menduar që ai dinte përgjigjen. Ai nuk është se dinte përgjigjen, po dha një përgjigje super. Çfarë tha? Thamu, e marrim kushtetutën, tha. Dhe çfarë thon këta ndalohet, e ne e bëjmë që lejohet. Pra, do ne ishim në kërkim. Shumë e bukur kjo. Që s'dinim asgjë, po thjesht logjikë. Zoti Kadilli, të falenderoj shumë për këtë intervistë me dy pjesë. Ajo politike, po edhe kjo personale mua më pëlqeu shumë. Dhe të uroj që ta shkruash librin dhe ta botosh, mos e ki dilemën fare. Unë jam ndër të parët, besoj që e mora vesh, dhe ndër të parët që me shumë dëshirë do ta lexoja librin tënd. Faleminderit që ishe në intervistë. Shumë faleminderit për këtë. Ishte kënaqësi edhe për mua vërtet. Ky është emisioni im për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.